Në një komunikim virtual me mbështetësit e tij, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë një përgjigje të prerë ndaj kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se nuk do të ketë asnjë lloj kompromisi apo bashkëpunimi për ndryshimin e kushtetutës. Berisha deklaroi se çdo reformë ndërmarrë me qeverinë aktuale është sipas tij një iluzion, duke akuzuar Ramën për shkelje të rënda ligjore. Me Edi Ramën nuk ka asnjë kompromis. Edi Rama të jap dorëheqjen dhe të paraqitet para ligjit për të gjitha aktet e tij, vjedhjet e tij monstruoze. Sipas Berishës, protestat nuk do të kufizohen vetëm brenda Shqipërisë, por do të shtrihen edhe në diasporë, përmes organizimit të tubimeve pranë selive diplomatike shqiptare dhe institucioneve ndërkombëtare. Ne jemi partia që nuk synojmë, s'kemi synuar kur pushtetin me dhunë. Përkundrazi, kur këta e kanë marrë me dhunë pushtetin, ne I kemi përzënë me votë. Ne besojmë se me një kryengritje paqësore të qëndrueshme është plotësisht e mundur largimi I tyre nga pushteti. Ndaj dhe duhet krijojmë një bindje të gjerë tek qendrështar, tek opozitar, tek të gjitha ata që duan të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo e keqe, se një kryengritje e zgjatur, paqësore, është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë, për shpëtimin nga kjo bandë, nga kjo organizatë kriminale të vendit. Në deklaratën e tij, Berisha ngriti edhe akuza për një bashkëpunim të fshehtë mes kryeministrit Rama dhe ish-përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, lidhur me projektin e Kolegjit të Europës në Tiranë. Federica Mogherini, lobistja e Edi Ramës, ka një marrëveshje sekrete me Edi Ramën për kampusin e Kolegjit Evropian. Këta grabistin tokën e kampusit për studentë të Universitetit të Tiranës. Tokë e kadastruar dhe përcaktuar përfundimisht për kampusin e studentëve, për të cilin është bërë dhe projekti, për të cilin ishin përcaktuar dhe fondet, dhe në një marrëveshje korruptive të plot, këtë tokë Edi Rama e grabit së bashku me Mogherinin, dhe nuk dihet se çfarë fature kanë takspaguesit shqiptar dhe çfarë fature kanë takspaguesit europian. Në përmbyllje, kreu I opozitës u shpreh I bindur se pranvera do të shënojë një moment kyç për ndryshime politike në vend.